Vëllezër, Allahu i lartë madhëruar na ka treguar dhe na ka orientuar se vepra më e mirë që mund të bëjë njeriu tek Zoti xhelel xhelalu është besoj Allahun. Pra vepra më e mirë që njeriu bën është të besoj Allahun e lartë madhëruar. Është nga veprat më të mira, më të dashura tek Zoti i lartë madhëruar. Allahu i lartë madhëruar na thot në ajetin kuranor, vërtet mendoni se ai që u jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban xhamin e shenjtë është njësoj me ata që besojnë në Allahun dhe ditën e fundit dhe që lufton në rrugën e Allahut, këta nuk janë të njëjtë pra barabart para Allahut xhelel xhelalu. Ai nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit keqbërës. Ky ajet realisht ka zbritur ke paganët e Mekës, të cilët mburreshin sa ata i jepshin haxhive në atë kohë, sepse haxhi ka qenë para Islamit. Rituali i haxhit, pavarësisht më pas u devijua sa e filloi që në kohën e Ibrahimit, po Mekasit me ritualin e tyre pagan tregonin dhe mburreshin se ne bëjmë vepra të mira dhe bëjmë të mirë Zotit, japim ujë haxhive kur vinë dhe gjithashtu i ushqejmë ata dhe e mirëmbajnë çfarë çabën. Thot Zoti xhelel xhelalu, ato mburreshin para kujt? Para profetit alayhi salatu sallam. Dhe Zoti xhelel xhelalu i tregon atyre duke i treguar se kush është vepra e mirë. Thot vërtet mendoni se ai që u jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban xhamin e shenjtë është njësoj me ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit? Nëse nuk beson Allah, nuk pranohet as lloj vepre ke Zoti. Pika parë është besimi i Zotit xhelel xhelaluhu. Është kjo puna që Allahu xhelel xhelalu po na tregon që nuk është barabart ai që beson Allahun dhe ditën e fundit dhe që në lufton në rrugën e Allahut. Profeti alayhi salatu sallam në një hadith thot, kur e pyetëm thanë ai dërguami i Allahut, kush është vepra më e dashur i Zotit, ke Zoti? Kush është më e mirë tek Zoti? Tha profeti alayhi salatu sallam, el imanu billahi wa rasuli. Besosh Allahun dhe dërgumin e tij. Kjo është vepra më e madhe. Më pas e pyetën, tha, është të luftosh në rrugën e tyre. Pra, të sakrifikosh duke përhapur, duke i treguar këto vlera dhe duke kështu me radhë. Pra, besimi në Allah është themeli kryesor që e lidh njeriu me Zotin xhelel xhelaluhu. Sepse ky lloj besimi prodhon dashurinë, respektin, frikën, shenjtërinë, madhërinë e kështu me radhë. Pra, kjo dashuri ose ky besim patjetër që e nxit njeriu që të kryejë atë që Zoti porosit dhe të largohet prej atyre që Zoti ndalon me qëllim që të fitojë dynjan dhe ahiretin. Tu është qëllimi i besimit në Zot. Prandaj vëllezër, profeti alayhi salatu sallam, pra Allahu dhe i dërguari i tij na ka informuar neve që besimi në Zot patjetër që duhet të jetë mbi bazën e bindjes dhe bindja nuk vjen thjesht unë besova, po bindja vjen mbi faktin ose mbi bazën e të faktuarës, e argumentit. Prandaj dhe Zoti xhelel xhelalu kur i tregon njerëzve për të besuar në Zot, i tregon atyre nëpërmjet logjikës, pra i qaset njerëzve nëpërmjet logjikës tyre. Thot Zoti në ajetin kuranor, me të vërtetë në qejt dhe në tokë ka shenja për ata që besojnë. Pra duke pa qiellin dhe tokën mos mendo se erdhën rastësisht. Nuk vjen asgjë rastësisht në jetën e kësaj bote kurrë. Prandaj dhe Zoti xhelel xhelalu thot në të vërtetë në qejt dhe në tokë ka shenja për ata që besojnë. Pastaj vazhdon ajeti dhe thot, edhe në krijimin tuaj dhe të kafshëve të shpërndara nëpër tokë ka shenja për besimtarët e bindur. Pra njeriu po të shohë veten e tij, thu subhanallahu, dhe të shohë gjithë të kafshët që janë shërbim të njeriu, janë shenja që për njerëzit besimtar. Dhe vazhdon Allahu xhelel xhelalu i qaset njerëzve duke i thërritur logjikës tyre, pra. Mos mendoj duke rënë viktime këtyre njerëzve ateistë të rëndom duke thënë se nuk ka besim, çdo gjë ka rastësisht, jo nuk funksionon kështu. Dhe thot Zoti xhelel xhelalu, edhe në ndërtimin, edhe në ndërrimin e natës dhe ditës. Pra, ndërrimi i natës dhe ditës që Allahu xhelel xhelalu e ka vendosur, edhe në ujin që Allahu zbret nga qielli, duke gjallëruar nëpërmjet tij tokën e shkretuar, edhe në ndërrimin e erave ka shenja për njerëzit që mendojnë. Pra, gjithë këto janë mrekulli që neve e nxisin njeriu që e nxit Allahu njeriu që njeriu të jetë pra të besoj, po të besoj mbi këto fakte dhe këto argumente. Thot Allahu xhelel xhelalu, këto janë shpalljet, pra janë shenjat e Allahut, të cilët ne ti tregojmë ty me tërë të vërtetën. Atëherë në çfarë fjalësh të tjera do të besojnë ata, nëse mohojnë Allahun dhe shenjat e tij. Këto janë argumente që nuk mohohen. Këto janë argumente për të cilët e çon njeriu që të besojë Zotin xhelel xhelalu. Nëse njeriu thotë jo nuk besoj,
Ai është i verbuar, është totalisht i devijuar dhe atë vetëm Zoti e uzoft. Pra që do thot, Allahu xhël xhelalu i qaset njerëzve për të besuar, për të besuar Zotin xhël xhelalu që është nga veprat më të dashura tek Allahu, i tregon atyre me fakte dhe argumente. Po gjithashtu, nga qasjet që Zoti xhël xhelalu i tregon njerëzve, është sidomos besimtarët që e din, por edhe ai nevojtari ku është në krizën më të madhe e shef atë ndihmën e Zotit dhe e përjeton. Thot Zoti xhël xhelalu kur thot në ajetin kuranor, thot: "A ka më të mirë se ai që i vjen në ndihmë nevojtarit, të këputur, kur i lutet atij që ju alargon të keqen dhe ju bën juve trashëgimtar në tokë. Vallë, a ka krahas Allahut Zot tjetër?" Sa pak që reflektoni. Pra Zoti xhël xhelalu po na tregon kur njeriu ndodhet në një krizë apo në një situatë shumë të vështirë dhe i drejtohet Zotit, e ndjen ndihmën e Zotit kur Zoti përgjigjet atij. Dhe Allahu xhël xhelalu po na tregon, thot, po kush tjetër mund t'i përgjigjet? Pra këto janë argumente dhe fakte që njeriu i përjeton jetën e tij të përditshme. Gjithashtu, Zoti xhël xhelaluhu na ka treguar neve, po bashkë edhe profetët e Zotit, që Allahu xhël xhelaluhu kur i dërgoi profetët e tij, i dërgoi me argumente që njerëzit të vërtetojnë profecinë e tyre. Pra me argumentet, me mrekullitë që njerëzit shikojnë dhe të shohin. Sepse ajo që ndodh ajo nuk është logjik njerëzore, por është hynore prej Zotit xhël xhelaluhu që njerëzit nënshtrohen fjalës së Zotit. Prandaj Allahu xhël xhelaluhu kur thot në ajetin kuranor, besimtarët e vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe dërgumin e tij dhe pastaj nuk dyshojnë kur ato shohin fakte dhe argumentet për këtyre njerëzve, por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtarët e vërtet dhe besimtarët e sinqertë. Gjithashtu, Zoti xhël xhelaluhu na tregon neve se Allahu i lartë madhëruar, jo vetëm nëpërmjet profetëve që ua tregon njerëzve argumentin që ata të besojnë në Zot, po i ka bërë edhe profetët e Zotit i shohin mrekullitë e Allahut xhël xhelaluhu. Prandaj thot Zoti, dhe kështu ne i treguam Ibrahimit mbretërinë e qiellit dhe tokës, që ai të bëjë nga ata që besojnë në mënyrë të vendosur, pra me bindje të plot. Pra vëllezër, besimi është një nga adhurimet ose një nga veprat më të larta dhe më fisnike tek Zoti xhël xhelaluhu. Dhe ai që e posedon është një nga begatitë e mëdha i cili e ka këtë mirësi dhe këtë begati. Sepse besimi në Zot e qetëson, e rehaton dhe e relakson zemrën dhe shpirtin e besimtarit. Sepse besimi në Zot e bën njeriu të jetë optimist në çdo lloj situate të jetës së tij dhe e mposht atë nefsin i cili gjithmonë anon nga e keqja dhe gjithmonë ai është i ftofët dhe i menaxhon situatat. Prandaj vëllezër, besimi në Zot është çelësi i çdo vështirësie që njeriu has në jetë, po gjithashtu është dhe triumf për të. Prandaj thot Zoti në Kur'an, thot është detyra jonë që t'i ndihmojmë besimtarët. Pra vjen ndihma dhe triumfi i Zotit për sa kohë njeriu është prej besimtarëve. Pra besimi në Zot. Gjithashtu besimi në Zot, vëllezër, është rruga që i jep njeriu të forcë, pushtet dhe krenari. Dhe thot Zoti xhël xhelaluhu në ajetin kuranor, në të vërtetë fuqia është e Allahut, e të dërguarit të tij dhe e besimtarëve. Pra Zoti xhël xhelaluhu e ka ai pushtetin dhe e jep atij kujt do. Dhe në këtë rast na tregon që kanë besimtarët. Gjithashtu vëllezër, besimi në Zot është ai element që e bën njeriu të dashur tek Allahu xhël xhelaluhu dhe Allahu i jep atij dashuri. Thot Zoti xhël xhelaluhu në ajetin kuranor, në të vërtetë atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i gjithë mëshirshmi, pra Allahu do t'i udhërojë dashuri. Pra të dhe të jep Allahu dhe të dhuron Zoti dashuri, kjo është fitoria e madhe që njeriu fiton në jetën e kësaj bote. Vëllezër, besimi në Zot është rruga për të qenë njeriu komod në jetën e kësaj bote dhe të jetë njeriu që t'i gëzojë ato mirësitë dhe begatitë e Zotit. Pra ne thot Zoti në ajetin kuranor, sikur banorët e atyre qyteteve të besonin dhe të ruheshin prej gjunaheve, ne do të dërgonim bekime nga qielli dhe toka. Pra, njeriu për sa kohë ka besimin, Allahu xhël xhelalu do t'i dhurojë atij mirësi, begati dhe bekim prej qiellit dhe tokës. Pra vëllezër, besimi në Zot është rruga që njeriu do të ruhet për çdo rreziku apo të keqe që mund të kanoset në jetën e kësaj bote. Pra ne thot Zoti në Kur'an, Allahu në të vërtetë i mbron besimtarët. I mbron besimtarët ata të cilët besuan në Zot. Prandaj vëllezër, besimi në Zot, pra besimi në Allahu xhël xhelalu është kushti kryesor i cili
feja jonë ka vendosur parën. Pra, 6 kushtet e imanit i fillon me besimin në Zot. Sepse për sa kohë njeriu beson Allahun xhel xhelalu, do thot e don, e respekton, i friksohet, i mbështetet dhe i drejtohet. Pra që do thot kjo gjë e bën njeriu që të shmanget keqes dhe të bëj vetëm të mirën. Dhe besimi më pas për melajkët ndaj melajkeve që do thot e bën njeriu që të jetë i turpshëm për të vepruar vepra të këqija, sepse e din se melajkët kudo që ai ndodhet janë të shoqëruar me të dhe nuk mund ta bëjnë një të keqe sepse melajkët e vëzhgojnë. Kurse besimi tek profetët është një motiv që e bën njeriu që ai t'i ketë ata si model për jetën e tij, se si ata kanë përballuar jetën në këtë botë. Dhe besimi në ditën e ringjalljes do thotë e motivon njeriu që ai të kontrollojë veprimet e tij, bëj vepra të mira dhe të shmanget sa më shumë qijave me qëllim që kur dali para Zotit xhel xhelalu të jetë për atyre njerëzve të cilët do të jetë për të shpëtuarve. Kurse besimi në caktimin e Zotit e bën njeriu që çdo gjë që ty të ndodh në jetën e kësaj bote, dije se Zoti nuk ka dashur të keqen tënde. Dhe do të thotë që ti duhet të jesh i gatshëm që çdo gjë që ndodh mos kujto se Zoti gaboi. Absolutisht. Prandaj dhe thot profeti alayhi salatu sallam në këtë rast thotë është e çuditshme çështja e besimtarit. E gjithë çështja e tij është hajër, është mirësi për të. Nëse e prek e mira, thotë o Zot, faleminderit. Dhe Zoti xhel xhelalu e shpërblen këtë njerëz. Dhe nëse e prek e keqja, duron. Dhe prap kjo është e mirë për të. Prandaj thot profeti alayhi salatu sallam në hadith, dhe kjo vjen si rrjedhojë e besimit, thot profeti alayhi salatu sallam, thot atij njeriu i cili ndodh një fatkeqësi dhe thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi. Dhe thot o Zot, më shpërblem unë në këtë fatkeqësi që më ka ndodhur. Dhe o Zot, më zaventëso me më të mirën që ti do kesh. Dhe thot profeti alayhi salatu sallam, Zoti do ta shpërblejë atë më të mirë dhe do t'ia zaventësojë atë fatkeqësi me diçka më të mirë. Pra, që do thot kur besimtari është i tillë, pra që do është optimist dhe gjithmonë çështjen e kësaj bote, ai e di se çdo gjë që ndodh vetëm me lejen e tij dhe nëse ndodh Allahu xhel xhelalu ka dash vetëm se të mirën dhe absolutisht nuk ka dash që ti bëj keq këtij. Prandaj thot Zoti në ajetin kuranor, çdo fatkeqësi që i bie njeriu të ndodh me vullnetin e Allahut, ai ja udhëzon zemrën kujdo që i beson atij, Allahu di mirë çdo gjë. Pra, kur njeriu sillet ashtu siç Zoti e ka porositur, kur vin fatkeqësit, Zoti ja udhëzon zemrën dhe e forcon atë në besim. Pra që do thot besimi në Zot është një nga punët më të mira dhe është një nga punët më të dashura tek Zoti xhel xhelalu. Elusim Allahun e lartë madhëruar që të na forcojë neve besimin ndaj tij dhe elusim Allahun xhel xhelalu që të na mbaj stabë në këtë besim deri në ditën kur ne takohemi me krijuesin e gjithësisë.